A është e vërtetë që disa grupe bën bashkë për të bërë të mundur eliminimin e tij, duke qenë se Martina ishte i fuqishëm edhe nga krahu tjetër duhej një aleancë e fortë për ta mposhtur një fuqi kaq të madhe që ai zotëronte? Patjetër, kur vjen tek eliminimi, pra sidomos kur kemi të bëjmë me individ, me shtetas, të cilët fillojnë edhe hapin shumë fronte, janë të vetëm, nuk bëjnë aleanca, pra këto njihen që në kohën e principatave, pra që në kohën më të hershme, kur vjen puna tek aleanca mes shteteve, aleanca mes principatave, mes mbretërive, pra edhe organizatat kriminale apo individët të cilët kryejnë veprimtari kriminale thjesht për të mbrojtur biznesin e tyre, pra unë nuk mendoj që shteta Servis Martinaj është kryetari një organizate kriminale, ai thjesht ka pasur një sipërmarrje biznesi, por për shkaqe të cilat do duhej që të kryente veprimtari të tilla kriminale për të vendosur në të drejtat e tij të biznesit në funksion të tij, që do thotë për të kërkuar një të drejtë, atij do t'i duhej që të përdorte dhunën, armët, presionin, rrafjet deri tek vrasjet.